Ervin Saliani është një nga ata individ që në politik nuk hyn për kontribute, për vlera apo parime, por siç thotë edhe populli, i papari mos paft. Ky është rasti i Ervin Salianit, më poshtë po sillin pak rreshta se si një gënjeshtar i pandalshëm u ngrit në një karrierë të pamerituar politike, njeriu që mohoi vëllain e dënuar, deri te dashuria për Bashën dhe huri ndaj demokratëve, dashuria për Berishën dhe betejë me të, apo dashuria dhe mohimi që i bëri Grida Dumës. Pas një kontribut politik, thjesht dhe vetëm se ishte djali i një kryetari komune, Ervin Saliani u lidh në Tiranë me rrjetin e Henry Qilit, për shkak se nuk mundi dot të shkonte në një universitet publik, zgjodhi të ishte në një privat me pagesë, ku dhe u mbështet së shumti nga Henry Qili, thuajse të dy me një profil të ngjashëm. Por Qili, ndryshe nga Saliani, që ngele me komplekset e një njeriu të ardhur nga zonat rurale, vini i lulit, siç u quajt më pas, nuk humbi shansi që të promovohej me shpejtësi, pasi mbaron shkollën, emërohet drejtor në Bashkinë e Tiranës, pa bërë asnjë ditë eksperiencë si avokat, shpallet avokati kryeqytetit, avokati qytetarëve, vetëm sepse mbështeti Lulzim Bashën në garën kundër Oldashit në 2013 dhe vodhi vota e hoqi demokratët nga lista. Nga Bashkia e Tiranës, me vrap theselia e Partisë Demokratike si një servil i paepur, para dhe pas Lulzim Bashës, përdori si kamikaz për daljet e tij mediatike. Mjafton t'i nxirrnin suratin në televizion se Saliani ishte i gatshëm të bënte gjithçka, edhe pse me shumë pikpyetje, ai mundi të gjente rrugën për të bërë eksponent mediatik me përplasje të ndryshme, çka tregonte se kërkonte të kishte një karrierë të shpejtë politike. Ndërkohë që në Partinë Demokratike po pushkatoheshin pa gjyq me dhjetra politikan karriere, po merrej dikush që shpesh ishte quajtur një kloun i lulit për të ngritur në karrigen e tij. Pa asnjë garanci se në politik do të ruante disa vlera, parime dhe gjithçka opozita kishte kontribuar për të, ai shfaqet shpesh në pazare me socialistët, megjithse merr përsipër skema, skenar dhe intriga, siç është rasti i dosjes së Geron Xhafajt, dosja e vëllait të Fatmir Xhafajt, ish ministrit të Brendshëm. Ndërkohë që Partia Demokratike e kishte nisur mjaft mirë denoncimin e dokumenteve, sa Enkelejt Alibeaj, aq dhe Gazmend Bardhi, shfaqet Ervin Saliani, që jo vetëm e hedh në erë çështjen, por lehtësisht zbulohet se ai ishte pjesë e një mashtrimi publik, për të cilin më pas mori dhe dënimin nga gjykata. U përpoq me 1001 forma, duke mashtruar publikisht se ishte ai që kërkonte që gjyqi të zhvillohej, ndërkohë nga ana tjetër nuk çonte avokat, shtynte seancat dhe në çdo moment kërkohej që ta paraqiste si politik dënimin e tij. Në fakt, çdo njeri tjetër do të kishte marrë të njëjtin dënim, ndoshta dhe më tepër, por ndaj Salianit duket se gjykata e faktit u tregua edhe më e butë, ndërsa apeli e la në fuqi vendimin. Saliani, i cili kishte ardhur nga rruga dhe Partia Demokratike e kishte bërë deputet, e kishte nxjerrë nga ruralizimi i tij, i kishte hequr lëkurën e një personi politik të mbuluar me një zhurr karriere që zor se i hiqej. Partia Demokratike e çoi në parlament, i veshi kostum, i dha grada, e bëri udhëheqës politik, por si gjithmonë Saliani vazhdonte me konflikte, intriga, përçarje, mashtrime. Kështu veproi në Korçë me Andrea Manon, Ledina Aliollin, Edmond Spahon, me daljet e tij me një egoizëm dhe pafytyrësi të çmendur thuajse. Sepse i duhej një njeriu si Ervin Saliani në Korçë të shkonte me 3 apo 4 xhipa, me 10 bodyguard nga pas për të treguar forcë dhe nga ana tjetër, pyetja ishte e thjeshtë, nga kush financohej? Shumë biznesmen të majt thonë që ka pasur dhe urdhra nga vetë Rama që mbështeteni këtë individ se do na duhet nesër. Diku premtonte se dikush do ishte drejtor dogane, dikush shef komisariati që në ditën e parë që vendosi këmbën, vetëm mashtroi dhe nxiti përçarje. Saliani mori dënimin më pas dhe shkoi e u dorëzua, shkoi në burgun e Fierit, aty ku ishte në praninë e disa nga eksponentëve të lartë të krimit, por edhe zyrtar të lartë të dënuar, të cilët dikush vuante dënimin apo të tjerë që ndodheshin në paraburgim. Tregtimi i tij kishte filluar me biznesmen apo ministrat e Ramës. Ai pati një trajtim special, ndryshe nga zyrtarët e tjerë të Partisë Socialiste, të cilëve ju vendoseshin pranga qofte dhe kur i çonin tek dentisti. Ervin Saliani dilte si turist nga burgu dhe rezultati ishte shumë i dukshëm për opinionin publik. Mbjellja e flokëve gjatë kohës së burgimit duhet të jetë ndonjë standard i ri europian që nuk është dëgjuar më parë, dhe për ata që ankohen për kushtet në burg, shembulli sa të mira janë burgjet shqiptare i bie të jetë Ervin Saliani. Je pa flok, hyr në burg, mund të dalësh me flok, me paratë e korrupsionit, me paratë e xhepit, me sponsorin ndoshta të partneres, e cila kishte braktisur gjithashtu politikën dhe u shfaq në media më potente se kurrë. Ervin Saliani filloi dhe të shkëlqente. Të dy shkëlqenin dhe me lajmet e ndarjes, apo thashë themet për ndarje. Del nga burgu dhe kërkon një pazar. Un kam bërë burg politik, dua të jem dyshi i Partisë Demokratike. Kjo është kërkesa
ndërsa që Ervin Saliani ka paraqitur te Sali Berisha. Mësohet se ky i fundit i ka kërkuar që të pres zgjedhjet në parti, të bashkohet me strukturat, do të vlerësohet për gjithçka, do të propozohet, por duhet të ketë kujdes për gjithçka që mund të ketë gabuar dhe premtuar në burg. Saliani nuk pret dhe menjëherë fillon përplasjet dhe konfliktet për të kryer misionin e tij. Kërkoi fillimisht postin e Flamur Nokës apo një nënkryetar që mund të mos ishte deputet, pa ndryshime statuore. Kërkoi të kishte poste të rëndësishme politike në Partinë Demokratike. Këto kërkesa qartazi vinin nga këshilla që jepeshin nga miqtë e rinj në burgun e Fierit apo porosive që vinin nga biznesmen që e kishën sponsorizuar gjatë zgjedhjeve, por që ishin njerëzit e Edi Ramës. Jo më kot, në qarqet politike dhe mediatike, në daljet e para të Salianit kundër Partisë Demokratike Zyrtare, u përfol për një mbështetje të tij dhe orientim nga një prej emrave që po lakmoi gjithmonë e më shumë në Tiranë, ai ishte Ergy Sagasi. Jo vetëm ai, por shumë segmente të majorancës kërkonin të ngrinin imazhin e Salianit pas daljes nga burgu. Mjafton të shikosh se si mediat e Carlo Bollinos, Mero Bazes, portalet e qeverisë dhe pushtetit shpërndajnë lajmet e Salianit që në momente kur ai është arrestuar për ta shitur si hero dhe deri më sot që e nxjerrin si rivalin kryesor të Berishës, e kuptojnë që gjithçka është e mirë organizuar dhe e përgatitur për një individ që ndoshta në gar nuk e kalon dot as profesor Pëllum Pilinçit, janë aty në nivelin e shout. Saliani ndoshta ngjan më shumë me Selami Jenisherin. I gjithë rrugutimi i Salianit është ai një njeriu që merr gjithçka gati, i falet, i vishet kostumi i deputetit. Ervin Saliani tani thjesht po zbaton skenarët politik që filloi me sponsorizimin e biznesmenëve afër kryeministit Rama dhe përfundojnë te lidhjet e forta me drejtorët e PSD-s, të kryetarit Veliaj, zyrtar të tjerë të korruptuar dhe individ pjesë të grupeve kriminale që janë mbështetës dhe sponsor të Partisë Socialiste, të cilët kanë kaluar jo pak ditë dhe net në krah të Salianit për ta çuar tashmë në këtë format individi që thjesht dhe vetëm kërkon të kryejë misionin e ngelur, ato të ushtarit që duhet të zbatoj urdhërin deri në fund, kjo e ndërthurur me ëndrrën që të qëndrojë në një karrige. Për egoizmin e tij dhe për karrierën, ashtu siç thot Fanoli tek 5 anarkit, aty kur jeshtohen koltukofagët. Anarkia e idealeve, për të zënë vendin e tyre kemi koltukofagët, krimba të verdh me kokë të zezë, që rriten me plagët e infektuara të Shqipërisë në lëngim, këpush, që mund t'i coptosh, por jo t'i shqitësh, nga trupi që kafshojnë e thithin. Sikur të ngjallej Herodoti, përsëri do të shikonte që koltukografët tan janë më të fortë se ky trim legjendar i vjetërsisë greke, që t'i shitësh këta tanët nga koltuku, duhet t'u preç jo vetëm duart e kokën, por edhe këmbët e trupin. Është gati të bëjë gjithçka, edhe burg, të marrë pjesë në skema mashtrimesh, më pas kërkon që pas asaj që ai e quan sakrificë të shkojë si udhëheqës i lartë, të bëhet trashëgimtar i Berishës, gjithçka për karrige dhe pushtet. Sjelljet e tij në opozitë tregojnë qartë se ç'mund të bëjë një individ i tillë në pushtet që duket se nuk do e ketë kurrë. Ajo që Saliani po zbaton vjen si lëvizje që edhe të shlyejë detyrimet që ka ndaj faktorëve dhe personazheve që ne përmendëm më lart dhe që nuk fillojnë dhe nuk mbarojnë thjesht dhe vetëm dje, por vazhdojnë dhe me faktorë të tjerë dhe element penal, qoftë edhe nga ata në arratit të kërkuar nga Spaku, të cilët janë njerëzit që e kanë ulur në tryezë Saliani dhe tashmë ai nuk është më një peng politik, por është një bashkëpunëtor i thellë i tyre, me ëndrrën e një koltukograf që vlen më pak se një minder i kalbur.